Gjykata komerciale në Prishtinë ka marrë vendim për pezullimin e njoftimit të zyrës së rregullatorit për energji ZRE lidhur me daljen e detyrueshme të bizneseve në tregun e lirë të energjisë elektrike. Avdi Lala nga Aleanca Kosovare e Biznesit në rrafshin e Dugaxhinit tha se ky vendim është mirëpritur nga ata por edhe nga bizneset. Ky vendim është rezultati i një angazhimi të organizuar që kemi bërë që nga dita e parë publike kur ZRE-ja ka njoftuar për përpjekjen e bizneseve për daljen në tregun e lirë të energjisë elektrike pas një plan pa kushte për një treg të hapur të energjisë elektrike dhe pa përfaqësim të komunitetit të bizneseve. Lala shtoi se ata shpresojnë dhe besojnë që ZRE të aplikojë vendimin e gjykatës komerciale e cila është në favor të bizneseve. Ne besojmë dhe urojmë që ZRE-ja do ta ndëgjoj edhe zërin tonë edhe nëpërmjet instancave juridike që ju kemi drejtuar gjykatës komerciale, në rast se ZRE-ja nuk ndëgjon zërin tonë dhe nuk i përgjigjet instancave juridike, ne jemi të përkushtuar që të qëndrojmë afër bizneseve tona në mënyrë demokratike, që të jemi zëri i tyre në mënyrë demokratike, që bizneset tona të mos dëmtohen prej vendimeve të njëanshme dhe të papërgjithshme ndaj institucioneve përkatëse. Edhe Oda Ekonomike e Kosovës ka ftuar ZRE-n për bashkëpunim të ngushtë për të hartuar së bashku një fazë tranzitore, të drejtë dhe të zbatueshme që sigurojnë stabilitet për bizneset dhe qytetarët e Kosovës.